Shqipëria më afër se kur pranë anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu më të cilësohet viti 2025, i cili solli disa nga ndryshimet më të rëndësishme që nga nisja e këtij rrugtimi, duke vendosur Shqipërinë në një moment kyç mes shpresës, por edhe provës reale të reformave. Raportet të shumta tregojnë se rreth 90% e shqiptarëve e mbështesin anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Gjatë vitit 2025, Shqipëria arriti të hapë të gjithë kapitujt e negociatave të anëtarësimit me BE-n, një hap i cilësuar historik që e fut vendin në fazën më vendimtare të procesit, atë të mbylljes së tyre. Një përshpejtim i tillë mbështet edhe nga një klimë e re në Europë. Me Bashkimin Evropian që ka vendosur fokusin strategjik në Ballkanin Perëndimor dhe ka cilësuar zgjerimin si veprimin më të mirë për siguri dhe stabilitet gjeopolitik. Por çfarë u diskutua në samitin e BE-s, të cili ishte vlerësimi i Martakos për integrimin e Shqipërisë në familjen evropiane? Përparimi drejt procesit të zgjerimit ishte edhe tema kryesore në samitin e mbajtur në Bruksel me 17 dhjetor, midis liderëve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Sipas komisares për zgjerimin e BE-s, Marta Kos, në kandidat kryesor, Mali Zi mundet që teknikisht të përmbush negociata deri në fundin e vitit 2026, ndërsa Shqipëria një vit më pas. Dhe kur jemi te raportet e BE-s, aty sikurën për të dëshiruar. Raportet e BE-s për Shqipërinë nënvizojnë se sfidat kryesore mbeten sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, funksionimi i drejtësisë dhe kapacitetet institucionale, duke bërë të qartë se hapja e kapitujve është vetëm fillimi. Nga ana tjetër, Shqipëria aspiron mbylljen e të gjithë grup kapitujve deri në fund të vitit 2027 dhe anëtarësimin me të drejta të plota në blok brenda vitit 2030. A do të jetë viti 2026 momenti kur Shqipëria do të dëshmojë se është një shtet funksional e jo një kandidat ambicioz?